Të dashur dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Rruga me Dr. Michael Youssef. Deri tani kemi parë 3 hapa që tregojnë për rritjen tonë shpirtërore. Hapi i parë është i përgjigjemi provave me durim dhe besim të qetë. Hapi i dytë është të rezistojmë tundimit. Hapi i tretë është të lexojmë dhe të bindemi fjalës së Perëndisë. Në programin tonë të sotëm, Dr. Youssef në vazhdim të serisë mbi letrën e Jakobit, do të ndalet në hapin e 4 të procesit të rritjes shpirtërore të një besimtari. Të mësosh të duash edhe ata njerëz që ke të vështirë të duash në mënyrë të natyrshme. Kjo është sfida që përcjell sot përpara nesh Dr. Youssef, ndërsa na drejton në procesin e rritjes shpirtërore. Le ta ndjekim me vëmendje. Welcome, listening friends. Mirë se vini dëgjues të dashur. We are glad you tune in to this series of messages. Jemi të kënaqur që po na ndiqni në këtë seri mesazhesh. We are going to look at the 4th step in growing up. Do të shohim sot hapin e 4 drejt rritjes. In today's broadcast on the Epistle of James, he tells us that as believers in Jesus Christ, we are to love the unlovable. Në programin e sotëm në letrën e Jakobit, ai do të na tregojë se si besimtar në Jezus Krishtin duan që të duan atë që nuk është për tu dashur. I can already hear some of you saying, but this is very hard. Që tani unë dëgjoj disa nga ju që thonë, por kjo është shumë e vështirë. And I agree with you. Dhe jam dakord me ju. But you see, we are not only to love those who love us back. Por e shikoni, ne nuk duhet të duam vetëm ata që na duan. We are not only to love those from whom we gain benefits. Ne nuk duhet të duam vetëm ata prej të cilëve kemi përfitime. We are not only to love those whom we are expected to love and want to love. Ne nuk duhet të duam vetëm ata që pritet që t'i duam dhe që na pëlqen t'i duam. But if you are a growing Christian, you must learn to love the unlovable. Por nëse je një krishter në rritje, duhet të mësosh të duash atë që nuk është për t'u dashur. Loving the unlovable, of course, does not come naturally. Të duash atë që nuk është për t'u dashur, sigurisht që nuk vjen në mënyrë të natyrshme. It is a learned response. Është një reagim i mësuar. Let us review the previous 3 steps for growing up. Le të rishikojmë 3 hapat e para të rritjes. First, Hapi i parë. those who are responding to tests in patience and quiet trust. Ata që i përgjigjen provave me durim dhe besim të qetë. Second, Hapi i dytë. those who are resisting and saying no to temptation. Ata që rezistojnë dhe i thonë jo tundimit. 3, Hapi i tretë. those who are reading and obeying the Word of God. Ata që lexojnë dhe i binden fjalës së Perëndisë. And the outgrowth of all these previous steps is learning to love even those who are tough to love. Dhe rezultati gjithë këtyre hapave është të mësosh të duash dhe ata të cilët është e vështirë t'i duash. During the time of Jesus' earthly life, Jewish people craved recognition and honor. Gjatë kohës kur Jezusi jetoi në tokë, judejnë dëshironin të ishin të pranuar dhe të nderuar. They vied with one another for praise. Ata konkuronin me njëri tjetrin për lavdërime. And that is why Jesus denounced that kind of lifestyle of the Pharisees in Matthew 23. Dhe ja pse Jezusi e denoncoi tek Mateu këtë mënyrë jetese të farisejve. But we still have this problem with us today. Por ky problem qëndron edhe sot mes nesh. Ladder climbers are not only in political life, but also in the church. Ata që kanë ambicie për pushtet nuk gjenden vetëm në jetën politike, por edhe në kish. Many of the believers, James wrote in chapter 3, verse 1, were trying to seize spiritual offices. Jakobi shkrua në kapitullin e 3 vargu i parë se shumë besimtarë përpiqeshin të pushtonin postet shpirtërore. They wanted prominence and control, and if things did not work their way, or if they did not get what they wanted, they looked for another place. Ata dëshironin dominimin dhe kontrollin dhe nëse gjërat nuk shkonin sipas mënyrës së tyre, ose nëse nuk merrnin atë që donin, shikonin për një post tjetër. James is telling believers that we must not feed these persons' egos. Jakobi është duke u thënë besimtarve se ne nuk duhet të ushqejmë egon e këtyre personave. We must not let those who want to be movers and shakers in the church get away with it. Ne nuk duhet të lejojmë këta persona të shkaktojnë rrëmuj dhe konfuzion në kish sipas qefit të tyre. Why? Përse? Because beside it being spiritual disease, we must not be accommodating to those who want the attention and the focus on themselves.
Sepse përveç se bëhet sëmundje shpirtërore, ne nuk duhet t'u japim vend atyre që duan vëmendjen dhe fokusin e të tjerëve për veten e tyre. In the Church of Jesus Christ, only Jesus must get the prominence. Në kishën e Jezus Krishtit, vetëm Jezusi duhet të ketë rëndësi. In the church, only Jesus must be in control. Në kish, vetëm Jezusi duhet të jetë nën kontroll. In the church, only Jesus must be the focus. Në kish, vetëm Jezusi duhet të jetë fokusi. And Jesus was no respecter of persons. Dhe Jezusi nuk ishte respektues njerëzish. Even his enemies in Matthew 22:16 said of him, "You are not swayed by men because you pay no attention to who they are." Madje dhe armiqtë e tij tek Mateu kapitulli 22 vargu 16 thanë për të: Ne e dim që ti mëson udhën e Perëndisë në të vërtetë, pa marrë parasysh njerëz, sepse ti nuk shikon pamjen e jashtme të njerëzve. Our Lord would not let those who wanted to control and orchestrate the scene get away with it. Perëndia ynë nuk do të lejojë që t'ja dalin ban ata që duan të komandojnë dhe të modelojnë kishën siç duan vet. Please understand what I'm trying to tell you. Ju lutem kuptoni se çfarë po përpiqem t'ju them. These people were used to getting their way. Këta njerëz ishin mësuar t'i bënin gjërat në mënyrën e tyre. When they spoke, even the church hierarchy listened. Kur flisnin, i dëgjonte dhe hierarkia e kishës. But this took place because the church hierarchy was not listening to God. Por kjo ndodhte për shkak se hierarkia e kishës nuk dëgjonte Perëndin. For if they were, they would have recognized the Messiah. Sepse po ta dëgjonin ata do ta kishin njohur Mesian. Because Jesus was not respecter of persons, we too must not show partiality. Për shkak se Jezusi nuk ishte respektues njerëzish, edhe ne nuk duhet të tregojmë të njanshëm. We too must not be swept off our feet by those who want to draw attention to themselves. Ne gjithashtu nuk duhet të lejojmë që parimet tona të ndryshohen prej atyre që kërkojnë të tërheqin vëmendjen. Please turn to James chapter 2 verses 1 and 2. Ju lutem shkoni tek Jakobi kapitulli 2 vargjet 1 dhe 2. He was saying that if you are holding on to the faith of the Lord Jesus Christ, Ai po thoshte se nëse besoni Zotin Jezus Krisht, if you are truly fellowshipping with God, nëse jeni vërtet në miqësi me Perëndin, then you are not going to show partiality to those who are in love with their station in life. atëherë ju nuk duhet të tregoni anësi ndaj atyre që janë në dashuri me pozicionin e jetën e tyre, Or in love with their brilliant ideas, ose në dashuri me idetë e tyre brillante, or their superior intellect, ose me intelektin e tyre superior, or their preconceived notions, ose me nocionet e tyre të formuara që më parë, or their controlling and attention-getting efforts. ose në përpjekjet e tyre për të kontrolluar dhe tërhequr vëmendjen. We cannot be true to our faith in the Lord of glory if we are showing partiality or being pushed around by such people. Ne nuk mund të jemi besnik ndaj besimit tonë në Perëndin e lavdishëm nëse shfaqim anshmëri ose shtyhemi nga njerëz të tillë. James' exhortation for us is this: Këshilla e Jakobit për ne është kjo: don't say that you are truly a follower of Jesus Christ if you get intimidated by self-promoters. Mos thuaj se je ndjekës i vërtet Jezus Krishtit nëse friksohesh nga reklamuesit e vetes. Instead, remember Proverbs 22:2, Në vend të kësaj kujtoni fjalët e urta kapitulli 22 vargu 2. that the powerful and the weak both have common denominator. The Lord is the maker of them all. Se i dobti dhe i fuqishmi ka një emërtues të përbashkët. Perëndia është krijuesi i të gjithëve. According to James, if we love with partiality, we are divided in our minds. Sipas Jakobit, nëse i duam të tjerët në mënyrë të njëanshme, bëjmë dallime në mendjet tona. Verse 4 of chapter 2. Vargu 4 i kapitullit 2. Are you not divided in your mind and have become judges with evil thoughts? A nuk bët ju një dallim në mesin tuaj duke u bërë kështu gjykatës me mendime të këqija? Remember, he told us in 1:8 that the double-minded man is unstable in all his ways. Kujtoni se ai na tha te kapitulli i parë vargu 8 se njeriu me dymendje është i paqëndrueshëm në të gjitha rrugët e tij. Showing partiality indicates that we are living by our old nature rather than by the new nature that we've received from Christ. Të shfaqesh një anshmëri tregon se ne jetojmë më tepër sipas natyrës sonë të vjetër sesa sipas natyrës së re që kemi marrë nga Krishti. Showing partiality indicates that we are not thinking with the mind of Jesus but rather becoming spiritual schizophrenic. Të shfaqesh një anshmëri tregon se ne nuk po mendojmë me mendjen e Jezusit, por në vend të kësaj jemi bërë skizofren shpirtëror. One of the greatest challenges to parenting is to act impartially among your children and show no favoritism.
Një nga sfidat më të mëdha të qenurit prind është që të sillesh njësoj me fëmijët e tu dhe të mos shfaqësh preferenca. You probably have heard the saying that says, the wheel that squeaks the loudest get the grease. Ndoshta e keni dëgjuar atë shprehjen që thot, rrota që kërcet më shumë bëhet me graso. It shouldn't work this way among believers. Nuk duhet jetë kështu mes besimtarëve. It takes a godly resolve for parents to show no partiality to one or more of their children. Është një vendim I perëndishëm për prindrit që të mos tregojnë të njëanshëm ndaj njërit ose disa prej fëmijëve të tyre. Now, if you're a normal parent with normal children who are close in age, you are bound to have heard from them, you love him more than you love me. Tani nëse je një prind normal me fëmijë normal që janë moshatar, I keni dëgjuar ata që thonë, ti e do atë më shumë se mua. In their way of thinking, your children are saying to you, you are playing favorites. Me mënyrën e tyre të menduarit, fëmijët po ju thonë, ti po shfaq preferenca. As parents, we must fight against the tendency to be partial. Si prindër, duhet të luftojmë kundër tendencës për të qenë të njëanshëm. Let me tell you a story about a father who loved his children impartially. Më lejoni t'ju tregoj një histori për një baba që I donte fëmijët e tij njësoj. One day, this father's son was diagnosed as terminally ill. Një ditë, djalit e tij u përcaktua diagnoza dhe rezultoi I SMU rënd. Shocked at the news, the father had to face the breaking of the news to his boy. I tronditur nga lajmi, babai duhet të përballej dhe t'i jepte lajmin të birit. The father knew that his son had accepted Christ as his savior. Babai e dinte se djali I tij e kishte pranuar Krishtin si shpëtimtar. So he was certain that death would usher him into glory. Kështu që ishte I sigurt se vdekja do ta çonte në lavdi. But nonetheless, the father was torn. Por, megjithatë, babai ishte I dërmuar. How could he tell his young son in the bloom of youth that he soon will die? Si mund t'i thoshte djalit të tij të ri në kulm të rinisë se do të vdiste shpejt? After earnestly seeking the leadership of the Holy Spirit, he went with heavy heart to his son's bedside. Pasi kërkoi me zell drejtimin e frymës së shenjtë, ai shkoi me zemër të thyer pranë krevatit të djalit. First, he read a passage from the scripture. Fillimisht I lexoi një varg nga shkrimet. Then he had a time of prayer with his precious son. Më pas, kaloi një kohë në lutje me djalin e tij të çmuar. Then he gently told him that the doctors could promise him only a few more days to live. Më pas, I tregoi me butësi se doktorët mund të premtonin vetëm pak ditë jetë. And then the broken-hearted father asked his son, Dhe më pas, babai zemërthyer pyeti të birin. "Are you afraid to meet Jesus, my boy?" A ke frikë të takosh Jezusin, biri im? Blinking away a few tears, the little boy said bravely, "No, not if he is like you, Dad." Me lotët që I rrëshqisni në faqe, djali I vogël tha me guxim. Jo, nëse ai është si ty, babi. What a thrill for a father to hear these words. Çfarë drithërime për një baba që të dëgjoj këto fjalë. It meant that his son had seen Christ in him. Kjo do të thotë se djali kishte parë tek ai Krishtin. Indeed, this is what James is saying. If we are to reflect Christ in our lives, we love unconditionally. Në të vërtetë këtë po thot Jakobi. Nëse duhet të reflektojmë Krishtin në jetën tona, duhet të duam pa kushte. We will not show favoritism. Nuk duhet të shfaqim preferenca. We will not be intimidated to give into pressure and manipulation. Nuk do të friksohemi për t'ju dhënë presionit dhe manipulimit. One of the greatest disciplines in the Christian life is showing unconditional love. Një nga rregullat më të rëndësishëm në jetën e krishterë është të shfaqësh dashuri pa kushte. Why? Pse? James tells us in verse 6 that because when you give in to the powerful and the demanding and the self-asserting, you are insulting the quiet and the unassuming, the gentle and the uncomplaining person. Jakobi na thot në vargun 6 se kur dorëzohesh para të fuqishmit, para kërkuesit dhe vetvlerësuesit, ti po fyen atë që nuk do të duket, atë që nuk ndjehet, atë që nuk ankohet dhe është bujar. Indeed, we must love all people the same. E të vërtet ne duhet I duam të gjithë njerëzit njësoj. Verse 8 of chapter 2 is saying this. Vargu I 8 I kapitullit 2 thot kështu. If you are carrying out the demands of the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. Nëse ju e përmbushni me të vërtet ligjin mbretëror sipas shkrimit, duaje të afërmin tënd si vetvetja, ju bëni mirë. The question for Christians is, who do I desire to please? Pyetja për të krishterët është, kë dua të kënaq? The one who demands my attention and demands my time and demands to be heard?
Atë që kërkon vëmendjen dhe kohën time dhe që kërkon të dëgjohet? No. Jo. If I show no favoritism, then I will love everyone equally. Nëse nuk tregoj preferenca, atëherë do t'i dua të gjithë një lloj. If I want to be like Christ, then I will love everyone equally. Nëse dua të bëhem si Krishti, atëherë duhet t'i dua të gjithë njësoj. Although Jesus spent more time with the 12 than with the 120, Edhe pse Jezusi harxoi më shumë kohë me 12 dishepujt sesa me 120, and more time with the 3 than the 12, dhe kaloi më shumë kohë me 3 prej tyre sesa me të 12-tët, and more time with John than the 3, dhe më shumë kohë me Gjonin sesa me të 3, nonetheless, his love was equally divided among them all. megjithatë dashuria e tij ishte ndarë në mënyrë të barabartë për të gjithë ata. At the foot of the cross, the ground was leveled. Në fund të kryqit toka ishte e rrafshët. And that is why in verse 8, this law of love is called the royal law. Dhe ja pse në vargun 8 ky ligj i dashurisë quhet ligji mbretëror. Why is it called the royal law? Pse është quajtur ligji mbretëror? Because it was given by the king. Sepse ishte dhënë nga mbreti. In Deuteronomy, God the Father gave it in the law. Tek ligji i përtërir, Perëndia atë e dha këtë urdhërim bashkë me ligjin. In John 13, God the Son reaffirmed it to his disciples. Tek Gjoni kapitulli 13, Perëndia Biru ripohoi atë dishepujve të tij. In Romans 5:5, God the Holy Spirit enables us to practice it. Tek Romakët kapitulli 5, vargu 5, Perëndia Frymë e Shenjtë na jep mundësinë për ta praktikuar atë. The second reason it is called the royal law is because it rules over all other laws. Arsyeja e dytë se pse është quajtur ligji mbretëror është sepse sundon mbi gjithë ligjet e tjera. But the main reason why this is called the royal law is because obeying it makes you a king. Por arsyeja kryesore pse është quajtur ligji mbretëror është sepse duke u bindur bëheni mbret. Think about this. Mendoni rreth kësaj. Hatred makes you a slave. Urrejtja ju bën skllav. You are the slave of the person you hate. Ju jeni skllavi i personit që urreni. You are a slave of the person who dominates your thinking. Jeni skllavi i personit që zotëron mendimet tuaja. Now you may ask why. Ju mund të pyesni pse. Well, who consumes your nervous energy? Mirë, kush e konsumon energjinë tuaj të nervozizmit? The one you hate. Ai që urreni. Who dominates your emotional energy? Kush e zotëron energjinë tuaj emocionale? The person who is the object of your hate. Personi që është objekti i urrëties suaj. So when you hate, you are a slave. Kështu që kur urreni, ju jeni një skllav. But love sets you free. Por dashuria ju bën të lirë. Love enables you to reign like a king. Dashuria bën që të mbretëroni si një mbret. By the same token, showing partiality and succumbing to this group or that individual leads to disobedience of all God's laws. Në të njëjtën mënyrë, të shfaqësh anshmëri dhe të jepësh pas një grupi ose pas një personi, kjo të çon në mosbindje ndaj gjithë ligjeve të Perëndisë. If you are respecting of persons, Në qoftë se jeni respektues njerëzish, it could make you lie. kjo mund t'ju bëjë që të gënjeni. It could lead you into idolatry. Kjo mund t'ju çojë në idhujtari. Because once you act on the basis of respecting persons, you are heading for trouble. Sepse ndërsa veproni duke u bazuar në respektimin e njerëzve, po hyni në telashe. And James said, if I disobey one law, I'm capable of disobeying all of the laws. Dhe Jakobi tha se nëse nuk i bindem një ligji, unë jam i aftë që të mos i bindem gjithë të tjerëve. Some of you may say, well, wait a minute. I am married to a terrible person. How can I love him or her? Disa nga ju mund të thonë, e po prit një minutë. Unë jam martuar me një njeri të tmerrshëm. Si mund ta dua atë? According to Romans 5, if you call upon the power of God, the Holy Spirit, God will love him or love her through you. Sipas Romakëve 5, nëse thërisni për fuqinë e Perëndisë, fryma e shenjtë, Perëndia do ta dojë atë person nëpërmjet jush. Someone may be saying, my neighbor is driving me crazy. How can I love him? How can I love her? Dikush mund të thotë, komshiu im po më çmend. Si mund ta dua unë atë? God the Holy Spirit can fit you like a glove and he will love him or her through you. Perëndia fryma e shenjtë mund ta bëjë këtë gjë dhe ai do ta dojë atë nëpërmjet jush. Some of you may be saying, wait a minute, you don't understand. I have the meanest boss. How can I love him or her? Disa nga ju mund të thonë, prit një minutë, ti nuk më kupton. Shefi im është më i poshtri. Si mund ta dua unë atë vallë? God the Holy Spirit can fit your heart, your spirit, your mind and your emotions like a glove and love him through you.
Perëndia fryma e shenjtë mund të përgatisë zemrën tuaj, mendjen dhe emocionet tuaja dhe do ta dojë atë person nëpërmjet jush. Listening friends, please hear what I'm going to tell you. Dëgjues të dashur, ju lutem më dëgjoni se çfarë do t'ju them tani. Christian love does not mean that I must like the person or agree with him on everything. Dashuria e krishterë nuk do të thotë se duhet patjetër ta pëlqej një person ose të jem dakord me të për çdo gjë. I may not like his vocabulary or his habits. Mund të mos e pëlqej fare fjalorin apo zakonet e tij. I may not want him to be my close and intimate friend. Mund të mos dua që ai të jetë miku im më i ngushtë. But as Christians, love means treating others the way God treats us. Por si të krishter, të duash do të thotë i trajtosh të tjerët ashtu siç na trajton Perëndia. How did God treat us? Si na trajton Perëndia? The scripture said, when we were yet sinners, Jesus died for us. Shkrimi thotë se kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne. Love is not an act of the emotions or manufactured feelings or false smiles. Dashuria nuk është një vepër emocionale, ndjenje përpunuar apo një buzëqeshje falso. No, Jo, love is an act of the will. dashuria është një vepër e vullnetit. My motive is to glorify God. Motivi im është të lavdëroj Perëndin. And when I love the unlovable, I bring glory to God. Dhe kur dua atë që nuk mund ta dua dot, unë i jap lavdi Perëndis. And that is why love is the fruit of the Spirit. Dhe jap se dashuria është fryti i frymës së shenjtë. As I act in love toward another, I may find myself drawn more and more to that person. Ndërsa veproj me dashuri ndaj një tjetri, mund të zbuloj se jam gjithmonë më shumë i dhënë pas atij personi. And may I see in him, through the power of Christ, qualities that I could not see before. Dhe mund shkosh tek ai nëpërmjet fuqisë së Krishtit, cilësi që nuk mund t'i shihja më parë. Why is love an act of the will? Përse është dashuria një vepër e vullnetit? Because as it says in verse 13, our deeds will be judged. Sepse ashtu si thuhet në vargun 13, veprat tona do të gjykohen. It is true there is no condemnation upon those who are in Christ Jesus, but our sins affect our character. Është e vërtetë se nuk ka ndëshkim për ata që janë në Krishtin Jezus, por mëkatet tona ndikojnë në karakterin ton. We cannot sin lightly and serve faithfully. Ne nuk mund të mëkatojmë lehtësisht dhe në të njëjtën kohë të shërbejmë me besnikëri Zotit. God forgives our sins when we confess, but God does not change the consequences of sin. Perëndia i fal mëkatet tona kur rrëfehemi, por Perëndia nuk i ndryshon pasojat e mëkatit. Again in verse 13, James even goes further to say that our attitudes will also be judged, not just our deeds. Sërish në vargun 13, Jakobi madje shkon më tej dhe thotë se sjelljet tona do të gjykohen gjithashtu, jo thjesht veprat tona. Therefore, let us understand God's law of liberty. Prandaj, le të kuptojmë ligjin e lirisë së Perëndisë. What does that mean? Çfarë do të thotë kjo? That we liberally and freely have license to sin? Që ne kemi lejen për të mëkatuar? No. Jo. The law of liberty in verse 12 is the freedom that the Lord gives us in order to liberate us from the slavery of sin. Ligji i lirisë në vargun e 12 është liria që na jep Perëndia në mënyrë që të na çlirojë nga skllavëria e mëkatit. That we are no longer under the authority of sin. Ne nuk jemi më në autoritetin e mëkatit. That we are not enslaved to sin. Se ne nuk jemi më në skllavërinë e mëkatit. God's word can change our hearts if we submit to it. Fjala e Perëndisë mund të ndryshojë zemrat tona nëse i nënshtrohemi asaj. God's word can give us the desire to do God's will. Fjala e Perëndisë mund të na jap dëshirën për të bërë vullnetin e Perëndisë. Thus we obey from inward impulse and not from outward constraint. Kështu ne bindemi nga impulsi i brendshëm, jo nga një sforcim i jashtëm. One of the tests of the reality of our faith is how we treat people. Një nga provat e realitetit të besimit tonë është mënyra se si trajtojmë njerëzit. Can we pass the test? A mund ta kalojmë dot ne këtë provë? Well, do this. E po, veproni kështu. Do something kind to someone you hate. Bëni diçka të mirë për një person që urreni. Then do it again. Dhe bëjeni sërish. Then again. Pastaj sërish. And before long, you will have love for that person. Dhe shumë shpejt do të ushqeni dashuri ndaj këtij personi. I hope you write to us and tell us the result. Shpresoj të na shkruani dhe të na tregoni rezultatet. And I'll be praying for you that you will be successful. Dhe unë do të lutem që të keni sukses. Until we meet again, I wish you God's richest blessing. Deri herën e ardhshme, Zoti ju bekoftë të gjithëve. Të nderuar miq, minutave të programit tonë ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tha sot se nëse duam të bëhemi si Krishti, duhet i duam të gjithë njësoj. Urrejtja na bën sklever.
na bën sklever të personit që urrejmë. Bëhemi sklever të personit që zotron mendimet tona. Por dashuria na bën përjetësisht të lirë. Ndaj miqtë mi, do t'ju ftoja sot të ndiqni të këshillën e doktor Jusef dhe t'i doni të gjithë njerëzit. Në programin ton të erësarshëm, doktor Jusef do të na tregojë hapin e 5 në procesin e rritjes shpirtërore, që është shprehja e jashtme e besimit. Do të shohim se besimi pa vepra është i vdekur. Megjithatë, ne nuk duhet harojmë se nuk jemi të shpëtuar nëpërmjet veprave të mira. Veprat e mira nuk do të na shpëtojnë kurrë. Bibla thotë se ju mund të shpëtoheni vetëm nëpërmjet besimit në Jezus Krishtin. Por pasi jeni shpëtuar, shumë vepra të mira presin të bëhen nga ju. Dhe në fund t'ju kujtoj se ne mirpresim letra dhe emailët tuaja në adresë programit ton Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu ju mund të kërkoni edhe një kopje të librave të Dr. Jusef, Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithë një dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do t'u dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.